Vuajtjet nga jeta. Dikur u martova me një burr. Mendova se do ta kam jetën e mirë dhe të lumtur. Dashuria ishte njëherë për mrekulli në fillim martesë. Pastaj jeta vazhdonte dhe kështu që une me te bëra edhe një fëmijë. E gëzuam me emrin Erzon. Babai i Erzonit ai qëndroi vetëm 5 muaj. Pastaj hiku në gurbet të zi. Dhe kështu që ne një vit flasim përmes telefonit në Gjermani me burrin tim që e deshta aq shumë. Pas një vite ai e humbi çdo kontakt. E une mbeta e vetmuar. Une punesha në atë ditë për të arritur djalin tim, Erzonin. Kisha halle, derte dhe vujtje të mëdhaja tek babai. Çdo mëngjes që u ngrisha dhe çdo mbrëmje që bisha me pjet, bisha me lot në sy. Loti kur s'më ter nga syt, sepse isha e djegur në shpirt dhe në zemër. Hallet dhe dertet që i kisha për të arritur djalin tim. Punojsha pa të nda, vetëm që jeta e tij të jetë e lumtur. Gjithë natën e gjithë ditën thuaj se punojsha me gjelpër, duke bërë diçka për të shitur e për ta mbajtur djalin tim, se kisha vetëm një djalë për madh. Ai ishte djalë hastreti. Dhe kështu që jeta vazhdonte, por gjithmonë me vujtje dhe pa shpresë, sepse jeta ime totalu shkatërrua. Shpeshherë qajsha me lot në sy dhe e pritësha çdo herë mos po hapet dera e mos po kthehet burri im. Kjo asnjëherë nuk ndodhi, sepse ai humbi tërësisht kontaktin me mua. Djali im ngadal u rrit. Une, si një grua e pastër, e mirë dhe e çmuar, e prita 17 vite tek babai im. Por vështërsitë më të mëdha që ishin se nuk ishte gjë më vështirë në këtë botë të jetosh të shtëpia e babait me një djalë të cilin nuk i din as ka baba. Por unë si nën detyrohem të bëhem edhe baba edhe mama për ta. E dua shumë Erzonin, sa që jam në gjendje edhe jetën ta jap për djalin tim. Asnjëherë nuk mund ta largoj nga zemra. E kuptoj edhe jetën e tij, po edhe jetën time që u shkatërrua dhe asnjëherë nuk dita gëzim dhe lumturi, por gjithmonë vaj dhe lot në sy. Të gjithë buzëqeshin, loznin e këndonin, ndërsa une qaja pa kufi, sepse jeta ime ishte bo terë e zi. Kështu që dikur çdo ditë pritësha mos po hapet dera, si që thash, e barmi një herë t'jam e lumtur
t'i largoj ato vuajtje që i pata. Por kjo nuk ndodhi asnjëherë në jetën time. Dikur edhe unë, si çdo femën, as unë nuk jam robot, edhe unë kam ndjenja, kam zemër, kam shpirt e kam gjak. Edhe unë rash në dashuri me një burr tjetër. Thuaj se biseda jonë ishte shkëlqyshme. U kuptojshim shumë mirë me njeri tjetrin. Dhe kështu që vendosëm të martohem pasi ai mi plotësoi të gjitha kushtet dhe kriteret e mia. Ai pranoi që të më merr mua për grua edhe djalin tim, Erzonin. Edhe unë i besova aq shumë sa që edhe unë pranova. Më duk se filloi jeta të lulëzonte për së dytë. Lumturia dhe buzëqeshja më duk se më kthyen. Dhe vendosëm të shkoj te burri im tjetri, apo burri i dytë. Aty filluam lumturinë, buzëqeshjen, por kjo lumturi që fat shkurt. Jetuam 5 vite me djalin tim në shtëpinë e burrit të dytë. Pas 5 muajve, ai ndryshoi mendjen dhe deshti ta largonte djalin tim nga shtëpia. Dhe kështu që ai më tha mua: djali yt duhet të largohet nga kjo shtëpi sepse ai ka ra në dashuri me një vajzë. Atëherë jeta ime përsëri u shkatërrua. Fillova të qaj përsëri sa më duk që e fitova buzëqeshjen, por që nga buzëqeshje e shkurtë. Dhe djali u detyrua të largohet nga nëna dhe nga burri. Ai u largua dhe zemra ime në 100 pjesë u coptua. Si mundet kjo të ndodhë në jetën time? Si mundet kur unë e kam vetëm këtë djalë, nuk kam tjetër? Jeta ime nuk pas ka lumturi, vetëm halle, derte edhe mos pajtime me jetën. Djali im doli nga shtëpia dhe u martua me vajzën që e deshti. Ndërsa Zoti i Madh edhe atij ja shtoi lumturinë, ja dha një dhuratë shumë të mirë. Ajo dhuratë ishte një vajzë që lindi sikur një engjëllush në këtë botë, e mençur, e zgjuar, talente. Kështu që Erzonit edhe po i trokjete buzëqeshja, lumturia, dashuria, vajza gradualisht rritet. Një ditë ishte ora 2 të natës. Pa pritmas një telefonat cingëron. Ajo telefonat nuk ishte telefonat gëzimi, por telefonat hidhrimi. E kapa me shpejtësi dhe thash: alo, kush është në këtë orë të vonë, orën 2 të natës? Ndërsa nusëja e djalit përgjigjet: nën unë jam. E jam më shpejt se Erzoni është shumë i smur. Une thuaj se më lëshët në kant dhe shpirti. Në atë moment e lash telefonin dhe fillova të vrapoj me sa shpejtësi që kisha.
me sa shpejtësi që kisha dhe shkova te djali. Hapa derën dhe hyna mbrenda, kur e pash djalin tim se ishte në minutat e fundit të jetës. Ai më shiqoi mua drejt në sy, me sy të përlotur dhe me zemër të thyer. Asgjë nuk foli tjetër, vetëm më tha: nën e dashur, që të deshta atë shumë të dua, edhe do të dua edhe pse iki nga kjo jetë, sepse e di që edhe ti më ke dashtën aq shumë sa që gjithçka ke bë për mua. Rinien tënde e humbe duke më rrit, duke u kujdesur për mua gjithë natën me gjelpër, duke marru ato çka ti ke ditë për t'i shitur dhe për të më edukuar, për të mësuar dhe për të më rritur mua. E di që isha një djalë hastreti, por nën, për herë të fundit po ta la një amanet apo porosi. Tha djali me plot në sy: nëna ime dashur, të lutem, vajzën time që po e la në këtë botë, të lutem, ruane si sytë e ballit. Kjo është një pjesë e zemrës time që unë zemrën po e jap, por një pjesë po ja vlan amanet, e kjo është vajza ime Sahadetja. Ndërsa Sahadetja u rrëzua mbi babin e vet dhe çante dhe brohoriste: mos ma merrni babin, lemani, ku peshoni? Thoshte vajza me plot lot dhe bërtiste me të madhe. Kështu qenë ka fati jetës time. E rrita me shumë mundime djalin, në fund edhe ai më shkoi. Burri iku në gurbet dhe një vit që biseduam përmes telefonit dikur edhe ai më humbi tërësisht, e humbi kontaktin. Burri tjetër më largou dhe më ndau nga djali që e përzu nga shtëpia. Djali më vdiq dhe më la të vetmuar, kur vetëm te ai e kisha shpresën. Vetëm te ai mendojsha se jeta do të më lulëzon, edhe pse të gjitha këta më ndodhen, po me djalin tim do t'jam i lumtur. Por tash ai vdiq, por më la edhe vajzën amanet që ta dua, ta ruaj sikur sytë e mi në ballë. Edhe unë amanetin e djalit do ta çoj në fund. Asnjëherë nuk do ta lëm Sahadetën të vetmuar, por do të mundohem gjithmonë t'ja kthej lumturinë e buzëqeshjes së babait. Kjo ishte poezia Vujtje jete.